Me moton asnjë cent më shumë, organizatori i grupit, aktivisti Luan Hasanaj në një prononcim virtual përmes mediumit ton ka bërë thirrje që qytetarët dhe aktivistët t'i bashkohen protestës së ditës së sotme, që do të nisë nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë, duke filluar nga ora 15 për të shprehur kundërshtimin ndaj rritjes prej 15% të tarifave të energjisë elektrike. Është parë dhe gjatë këtyre ditëve që ky reagim qytetar ka një mbështetje të jashtëzakonshme prej njerëzve, pra secili është i shqetësuar me rritjen e çmimeve e cila po na vjen. Dhe duke ditur që në çfarë kushteve socio-ekonomike jetojnë njerëzit këtu, normalisht që secili është i gatshëm të kontribuojë për të reaguar dhe për ta kundërshtuar një vendim të tillë. Andaj sot presim një numër të madh të qytetarëve të cilët do të jenë në protestë dhe kërkesa jonë kryesore është që të pezullohet ky vendim i zyrës së rregullatorit për energji, të pritet konstituimi i institucioneve, të bëhet një pako ekonomike e cila do t'ju ndihmojë qytetarëve pra që nga rritja e pagave, mbështetja për bizneset dhe mandej të hapet një debat publik, ku ftohen ekspertë të fushave, ku ftohet shoqëria civile, ku ftohen të gjithë të interesuarit për të kontribuar dhe të arrihet të një zgjidhje qëndrueshme e cila do ta stabilizojë sistemin energjetik në vendin tonë. Hasanaj ka kërkuar që të gjitha bizneset në shenjë solidarizimi të mbyllin lokalet nga ora 15 deri në ora 16.